Vizit, të thot vdekurit dhe e përshëndet vizitorin. Mirë po ato hadithe nuk janë sakta, andaj edhe nuk kemi mundësi me nxjerr kurfar dispozite prej tyre përderisa nuk janë sakta. Një prej haditheve që po e përmendim na është hadithi të cilën thuhet se pejgamberi alayhis salam ka thonë, do thot thuhet, nuk është sa. Ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fi ad-dunya fayusallimu alayhi illa radda Allahu alayhi ruhahu hatta yarudda alayhi salam. Thot nuk ka musliman që kalon pranë varrit të një vllaut vet, që e ka njoft këtë dynja, edhe i jep selam atij, vetë se Allah do t'ja kthej shpirtin atij të vdekurit, edhe ja kthen atina selamin. I po hadithi është shumë i dobët. Dhe gjitha hadithet me disa ndryshime të fjalëve që transmetohen rreth kësaj tematike nuk janë sakta. Sa i përket hadithit kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar para mushrikëve të vdekur pas luftës Bedrit. Kur është bërë lufta e Bedrit, janë grumbullu gjenazet e mushrikëve pa besimtar. Edhe janë varros me një vend. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar para atyre edhe ka thonë: "Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan?" A e keni pa se ajo çka ju ka premtuar Allah e juve për ndëshkimit, për shkak mosbesimit juve, është hak, është e vërtetë. Është hak, është e vërtetë. Kjo ka qenë një moment i veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ndaj mushrikëve. Për dyshë esenca thamë se të vdek nuk dëgjojnë. Mi po, dietarët kanë thënë se kjo është një mrekulli që Allah xhele ka veçuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me to, me ju tregu mushrikëve të cilët kanë vdekur se ja po e shihni Allahin, ndëshkimin e Allahut, me anë të cilit po ndëshkohen ju nga mosbesimi juaj. E kjo ka qenë një moment. Argument që kjo ka qenë vetëm për një moment, përveç dy ajeteve që i përmendën të mëhershëm, ku Allah që ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ti nuk mundesh me shty në vdekur që më ndëgjojnë, nuk dëgjojnë ata ty. Është gjithashtu argument tjetër edhe fjala e Omerit radhiyallahu anhu, i cili kur e ka ndëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke ju folur mushrikëve të vdekur të Bedrit, luftës Bedrit, Omer radhiyallahu anhu ka thonë: "Ja Rasulullah, a të vdekur po i fleta? Si po i flet vdekur kur ata nuk dëgjojnë?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka përgjigj se "Innahum la ya'lamun al-an ma kuntu aqulu lakum haqq." Ata tash, në këtë moment vetëm e din se atë çka ju kam thonë unë për çkafit, për islamit, për thirrjes që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është hak, është e vërtetë. Në këtë moment Allahu azza wa jalla ja ka kthyer atyre të ndëgjuarit për çka që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregu triumfin e tij, se ai ka qenë hak. Kurse ju keni qenë batil, nuk keni besu dhe urnoni ta shijoni ndëshkimin e Allahut azza për shkak mosbesimit juaj. Përveç këtij argumenti kemi edhe argumenti tjetër nga Aisha radhiyallahu anha, e cila e ka mohu gjithashtu. E ka mohu këto duke argumentuar me këtë përgjigje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për dietarëve të mëdhenj të ummeti, sepse ka mësuar shumë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa hadithet ne i ka transmetuar neve. Edhe ka qenë një alime e madhe, një dietare e madhe shumë. Edhe Aisha përveç kësaj fjale e pejgamberit e ka përmend edhe ajetin që përmendën pak më herët: "Innaka la tusmi'ul mauta." Ajeti është në kapitullin An-Naml, ajeti 118. Me të vërtetë nuk mund t'i bësh të vdekurit që të dëgjojnë. E vetmja gjë për cilën ne kemi argument se të vdekurit ndëgjojnë është ajo se i varrosuri që shkon hadith pejgamberit sa. I varrosuri i ndëgjon vetëm kthimin e atyre që kanë marrë pjesë në varrim, duke u kthy vetëm. I ndëgjon hapat atyre duke u kthy. Kjo është i vetmi argument që është transmetuar saktësisht nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se të vdekurit ndëgjojnë nga kjo dynjë. Çdo sen tjetër jashtë kësaj, përderisa nuk kemi argument, atëherë nuk muj me thonë se të vdekurit çka ndëgjojnë diçka nga çështja e dynjos. Vazhdojmë me pyetjen e katërt.
Rikthehemi tek ju dëgjuesënderuar, vazhdojmë pra me pyetjen e katërt. A është e vërtetë që shpirtrat e të gjallërve që janë në gjumë takohen me ata të vdekurve? Disa dietar, prej tyre siç është Ibn Qayyim rahmetullahi alayhi, një dietar i shekullit 8 Hijri, dietar shumë i madh i Ahlus Sunnetit dhe Xhamatit, ka thënë se kjo është e mundur dhe ka argumentuar me fjalën e Allahut azza jall, Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Kuptimi të cilit është, Allahu a merr shpirtrat atyre që u ka ardhur çasti i vdekjes dhe atyre që nuk kanë vdekur, por që janë gjumë. Pastaj ai ndal shpirtin e atij që është caktuar vdekja, ndërsa të tjerëve u lë deri në një kohë caktuar. Në këtë ka argumente, shenja për ata të cilët mendojnë, për ata të cilët logjikojnë. Ky dietar me këtë ajet Kuranit ka argumentuar se një pjesë e shpirtrave të vdekur takohen me shpirtrat të cilat kur flejnë u ngritën shpirtrat. Edhe kjo është esenca, kjo është ajo bazike në fen tonë, se njeriu kur flen shpirti ngritet në bazë të ajetit Kuranit. Nëse do Allah azza e kthen mbrapa, nëse e ka caktim akoma me jetu, e kthen mbrapa në trupin e tij edhe ai zgjohet. Nëse ka pas caktim me vdek, trupi i tij nuk i kthehet atij më. Ky është edhe kuptimi i drejtë i këtij ajeti. Për këtë shkak edhe siç thot Ibn Taymije, hoxha i Islamit rahmetullah alayh, se në ajet është për qëllim vdekja e vërtetë dhe vdekja e gjumit. Vdekja e vërtetë do thot personi i cili e ka pas caktim me vdek në gjumë, kur i ngritet shpirti nuk i kthehet më shpirti në trup. Ndërsa ai i cili e ka pas e gjel që me jetu akoma më shumë, ati i kthehet shpirti. Dhe ju ka caktu dhe zgjohet nga gjumi, sepse akoma nuk i ka ardhur koha vdekjes. Edhe këto na kena mundësi me argumentu me fjalën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kur ka ra me flajt e ka bën një lutje, e ka thonë një lutje. E ajo lutje është Allahumma in amsakta farhamha, do për shpirtin e tij. Thotë o Allahu, nëse e merr ato farhamha, do thonë nëse e merr dhe nuk e kthen më, mëshiroj ato, jo o Allah, ka bu dua për shpirtin e tij. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. En qëse e lëshon ato sërish, për shkak se ka pas e gjel akoma me jetu, qëse e kthen sërish në trupin në cilin ka qenë, atë ruje atë me atë që i runë robrit e të mirë. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam na shëron shkurt edhe mirë se shpirtrat e të gjallërve thot që kanë qenë gjumë, që ka pas caktim akoma me tu kthehen. Dhe si ky ajet është argument për këtë çështje, mi po nuk është argument se ata takohen me zveti. Edhe nuk kemi asnjë argument qartë se shpirtrat e vdekurve takohen me zveti apo shpirtrat e vdekur me gjallëve e kështu me radhë. E kështu me radhë. Shkojmë te pyetja 5. Sjellim në vazhdim pyetjen e 5, thot, a ushqen shpirtrat në varr? Sa i përket të shyerit në barzakh, edhe këtu nuk kemi ndonjë argument se kjo ndodh tek të vdekurit. Përveç asaj se i vdekuri, i cili është prej banorëve të xhenetit, ati i shtrihet në varr një shtrat prej shpirtrave, prej shtratërve të xhenetit. Dhe ai flen aty deri në ditën e ringjalljes. Siç është transmetuar në hadithin e vdekjes. Dhe këtë e ka se shpirtrat ushqehen apo vishen apo kanë jetë normale sikurse këtë botë, e ka mohuar edhe dietari i madh Ibn Qayyim në librin e tij Ruh, faqe 75, dhe kjo është ajo që kanë mohuar një numër i madh i dietarëve musliman. E vazhdojmë me pyetjen tjetër.
Thot, a vizitohen shpirtrat me zveti? Se i përket vizitës mes të vdekurve, nëse të vdekurit janë prej atyre që ndëshkohen në varr, atëherë sigurisht se ata nuk vizitohen, siç thot Ibn Qayyimi në librin e tij Ruh, faqe 38, sepse janë të nxënë me ndëshkimin i cili është hak, është i vërtet, që Allah azza ka përmend në Kur'an dhe pejgamberi sa në hadith. Kurse se i përket të mirëve, prej të vdekurve, që kanë vepruar vepra të mira, nuk janë prej atyre që ndëshkohen varr, kjo çështje është e varur prej një argumenti nga hadithi pejgamberit, ku shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i kishin thonë atij se kur ti të vdesësh do të ngritesh mbi ne. E ne nuk do të shohim më, nuk do të takohemi me ty. Kur shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i thanë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kësaj Allahu azza wa jall thuhet këtë hadith se ka zbrit ajetin e Kuranit. Wa man yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Që do të thotë, wa man yuti'i Allaha war rasul, ai i cili apo kushdo që i nënshtrohet Allah dhe të dërguarit,